përqartë në raport me vetë grupin parlamentar, se sa që ka treguar një gatishmëri se ne mund të hyjmë në proces votimit për dikë tjetër. Edhe njerë për i theksoj, lëvizjave të vendosje grupi ynë parlamentari i përbashkët nuk do t'ju përcaktoj kandidatët partive tjera në këtë rast Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës, kënde dërgoj Aleanca nuk ka të drejtë, se është partia e pestë, por dy partit e para shqiptare se kë e dërgojnë për nënkretar të kuvenit. Prandaj kjo është minimumi i synimit për shku drejt zhbllokimit dhe natyrisht për të zgjedhur rezultat. Janë të mungu veç edhe 4 vota për me zhblloku. A jeni të negociu ju me njës në këtë rast që ka 3 vota dhe për shembull edhe një tjetër dhe Boja ose Duda Bajaj. A jeni të negociu ku është marrëveshja me njësën, se vazhdimisht unë mendoj se votimi në kuvend është publik, ju po e përcjellni, po e shihni qëndrimin e nismës, deri në këtë moment nuk ka pajtueshmëri nga ana tyre për votë pozitive, siç e keni parë, dhe siç është votë e deklaruar e 3 deputetëve të nismës.